as janë princa tanë këta burrat, as janë djemë tanë, as jemi në nëna që i shërbemi tabakat shunave, as jemi në nëna që nuk i mësuam të mitë nuk din të kurosin. Shqyqyr që janë roba tani jo si përpare, janë gjusëm sintetike. Thanë lavatrice. I thanë lavatrice, ose dhe po së thanë në verë, i varë, shu janë tarë dhe veshin. As jemi në këto nëna që rrisim të princa, unë vazhdimisht e kam prekur këto, thjesht sepse duhet filluar që nga nëna, pra jemi ne shkaktar të këtyre djemve, sepse shkojnë të këtjetra me mendimi që do jetë në rolin e nënës, po t'jetë dhe dashur, t'jetë edhe gruaja dhe nëna, pra edhe nëna edhe dashura dhe motra dhe t'ja bësh të gjitha dhe kur vjen puna që përballet me këtë problemin e jetës, ata sigurisht do të ronditen, do të gjeni mënyrë, duke menduar që duke u spostuar në një tjetër, do të shpëtojnë nga këto lloj problemesh. Në fakt, kur shkojnë ke një shi, ke dy shi, ke tre shi, që unë para 2 ditësh në postimin tim i quajta lule më lule, kur shkojnë të këto lulet, në fakt, lule janë ato përsa janë pra në marrëdhënie thjesht të flirt, kurse kur fillojnë martesat e dyta e treta, është e fjala që thot populli ynë i mençur, që thot kur së ngrohë dielli i mëngjesit s'ka për të ngrohur i darkës. Prandaj këto vinë vazhd. Kjo është Albano e bukur shpreha. Gruaja më thot shu, pjata e dytë thotë nuk është njësoj si pjata e parë. Jo, është shprehje popullore. Gruaja e dytë nxjerr syt. Jo. Është në jug. Jo, thonë, e dyta si dy syt. Jo, gruaja e dytë nxjerr syt. Unë edhe besoj këtë. Dhe shumë veta që kanë marrë gratë e dyta janë bërë shumë pishman. Është më mirë mbasa. Dhe jugu si ka kohë këto thënë. Ndoshta u bë pa dashje, po u krijuar një përshtypje sikur problemi i divorceve vjen nga djemt, nga çunat. Pra nuk kemi ne ata që i kemi rritur, thot zonja, por a janë ata që bredhin lule me lule dhe nuk është ana sjellta, pra Jo, nuk duhet të ketë gjini. Nuk e di nëse është gjinore, pra duhet, nëse do të kishim një statistik, duhet kishim një statistik të tillë që ta vërtetonim. Por problemi, unë jam dakord me ndjeshmërinë që prezantohet këtu, që duke dashur që të hyjë në bisedë me juve për t'ju kundërshtuar pak, ne mund t'i paraprim problemit për të mos u zmadhuar. Pra, si thush, nëse kemi një smundje, ne vemi te doktori dhe marrim një diagnozë, ne nuk themi dash zoti nuk na shtohet infeksioni, por ne